Përdorimi i aerosolit dozues, i njohur si spray, fillon me tundjen e mirë të pajisjes. Hiqni kapakun e inhalatorit për të zbuluar gojën e tij. Qëndroni drejt dhe mbani aerosol dozuesin në pozita vertikale përpara jush për të inhaluar medikamentin. Gishtin tuaj e keni gati për të shtypur pjesën metalike. Kur të shtypni këtë pjesë metalike, do të lirohet doza. Pjesa metalike e pajisjes duhet të jetë e orientuar lart. Shkarkoni ngadalë dhe plotësisht mushkërit jashtë inhalatorit. Vendosni gojën në gojë dhe mbyllni fort buzët rreth saj. Filloni. Shtypni njëkohësisht pjesën metalike për të liruar dozën e medikamentit. Vazhdoni të merrni frymë me gojë, ngadalë dhe thellë. Hiqni inhalatorin dhe mbani frymën. 10 sekonda. Shkarkoni ngadalë jashtë inhalatorit dhe rifilloni frymëmarrjen si zakonisht. Mbyllni. Aerosoli dozues lejon inhalimin e medikamentit në avull. Ka mundësi që të mos e ndjeni avullin kur e inhaloni, pavarësisht se e përdorni inhalatorin siç duhet.